mëshirë, o Hati, për familjet tona. Ki mëshirë, o Hati, për kombin tonë dhe në diasporë, ku të gjithë janë shpërndarë, o Hati. Ki mëshirë, o Hati, dhe na kthej në ligjin e përtërirë të rivjet, atë rizgjim që kemi nevojë. Në emër të Jashuas, o Hati, ki mëshirë, na falë, o Hati. Na falë, o Hati, Jahve. Na falë për paudhësit tona, o Hati. Na falë, o Hati, për palishmërit tona si kombo, o Hati ime. Lutem, o Hati. Lutem, Hati, që të veprosh në zemrat të atyre që ti dëshiron të veçosh, o Hati. Të gresh vegnat e çmuara në diasporë dhe në vendin tonë, o Hati. Për të predikuar lajmin e mirë të mbretërisë, Mesian e vërtetë, o Hati, rrugën e jetës, o Hati, udhërimet tënde, të cilat ti i ke vendosur për jetë, o Hati ime, që me anë të tyre njeriu do të rrojë. Lavdi për jetë, o Hati. Lavdi për jetë, o Hati, për punën e thellë që po bën, o Hati. Ki mëshirë, o Hati, na falë, o Hati, sepse nuk kemi dëgjuar etrit tanë, profetët që erdhën, o Hati, folën, o Hati, për urdhërimet, për ligjin tënd të përsosur, o Hati. Ki mëshirë, o Hati, dhe kujto besëtiden me Abrahamin, Jakovin, o Hati, dhe Isak, o Hati, në emër të Jashuas, o Hati. Na bëre një, o Hati, nëpërmjet Mesias Jashuas, o Hati. Ki mëshirë, o Hati. Ki mëshirë dhe na fuqizo dhe njëherë. Na fuqizo dhe njëherë për të ecur, o Hati, në rrugën tënde, në urdhërimet tënde, në festat tënde, o Hati. Për të shpallë lajmin e mirë të mbretërisë, o Hati. Ki mëshirë, o Hati im. Ki mëshirë. Ki mëshirë dhe na vizito dhe njëherë, o Hati. Na ndihmo në panjohuritë tona, në paaftësitë tona. Na ndihmo dhe njëherë, o Hati. Na ndihmo dhe njëherë, o Hati im. Na ndihmo dhe njëherë, o Hati. Ki mëshirë, o Hati. Për ata, o Hati, që nuk akoma nuk po ecën në rrugën tënde. Ki mëshirë, o Hati, nxirri nga paudhësia. Nxirri, o Hati, nga palishmëria, o Hati. Vizito, o Hati, ato vegla që ti ke parapërcaktuar në barkun e nënave të tyre, në emër të Jashuas, o Hati. Në diasporën e Shqipëri, o Hati. Që emri tënd të lavdërohet, të lartësohet, o Hati. Dhe të ndalojmë të blastemuar emri tënd si kombo, o Hati, që përmendin emrin e Mesias, biri tënd, o Hati. Sepse ai nuk e bëri. Ai nuk tha që të ecë në palishmëri. Lutem, o Hati, që të hapet sytë e mendjes të gjithë atyre që do ta dëgjojnë. Të frika e emrit tënd të vinë në zemrat tona dhe njëherë, o Hati. Që lavdin tënde ti ta shfaqësh me sjelljen tonë, që ne do përgjigjemi fjalës, urdhërime e ligjit tënd, o Hati. Jemi një popull i veçuar, një mbetje e kishës së vërtetë në këto orët e fundit. Në emër të Jashuas, o Hati. Lutem, o Hati, që dora jote të shtrihet dhe njerëz na ndihmosh. Na ngresh ku jemi, o Hati. Na ndihmosh aty ku jemi, o Hati. Që të largohemi nga mëkati, nga shkelit e ligjit tënd, o Hati. Ki mëshirë, o Hati. Ki mëshirë, o Hati. Ki mëshirë dhe falë, o Hati. Sepse nuk paraqitem përpara teje për çdo vepër të mirë që mund të kem bërë. Ato janë të lirë përpara teje. Po për shkak të mëshirave tënde të mëdha, që ti ke thënë, o Hati, që do shpresh mëshirën për një mirë, për mira gjenerata, për atyre që të duan dhe zbatojnë urdhërimet tënde. Lutem, o Hati. Lutem, o Hati. Na ndihmo dhe njerëz. Na ndihmo dhe njerëz si kombo, o Hati. Na ndihmo dhe njerëz, o Hati. Na falë, o Hati. Na falë, o Hati, sepse jemi drejtuar në çdo manipulim dhe doktrina, ligësie që janë predikuar gjatë viteve, o Hati. Ki mëshirë, o Hati. Ki mëshirë, o Hati, se jemi larguar nga ligjit tënd, nga festat tënde, o Hati. Tere një fytyrën tënde mbi kombin tonë, mbi familjet tona, o Hati, mbi partnerët tanë, mbi të dashurit tanë, o Hati. Lutem, 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 o Hati, të përgatitim zemrat, o Hati, njëherë. Na kthej, o Hati. Na kthej zemrat tona, o Hati. Ndaj teje, o Hati, ndaj urdhërimeve tënde. Në emër të Jashuas, o Hati. Të largohemi, o Hati, nga çdo gënjeshtër që na shten.
Lutem o atim, lutem o atim. Lavdi për jetë. Do të pushojnë në hijen të plot fuqishmit. Ai do të mbuloj me kratë e ti, dhe në kratë e ti do t'jesh mbrojtje e vërteta e ti, shmuroj dhe mbroj. Në bashko dhe njerë të lartësoj me emrin tënd të atë, që prania jote të zbresi o atë, të shavotë o atë, me emër të Jashua sot. Lutem o atë, lutem o atë dhe njerë, beje të mundër o atë, beje të mundër o atë, që të të rasim me emrin tënd dhe njerë. Nuk do të kesh frik nga të merinatës, as nga shigjeta që fluturon ditën, as nga murtaja që endet në errësirë, as nga shkatrimi që shkatëron në mes ti. Forcona zemra dhe njerë o hati, forcona zemra dhe njerë o hati, në besim ndaj teje dhe biri tënd o hati, dëshmini që kemi o hati, si që apostulli Shaul foli o hati. Njëri do të vjen pranë teje dhe 10.000 në të djathën tënde, por ty nuk do të afrohet, vetëm me sytë e tu do të shosh dhe do të shosh në shkimin e të pabesh. Na ndihmoj njerë o atë ku jemi, çfarë po praktikojmë o atë. Na ndihmoj o atë. Sepse ti Adonai je strehimi, të më të lartin e ke për banesën tënde. Asnjë e keqe nuk do të të ndodhë, asnjë plagë nuk do të afrohet Ti në mëshirë o atë, ata që po vuajnë o atë me mishin e tyre. Ki mëshirë o atë dhe çliroj o atë. Do të urthëroj engjëjve të ti për ty, që të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Do ta të mbajnë betuar që të mos përplasësh këmbën tënde në ndonjë gur. Dhe edhe një fytyrën o atë, li familjet tona o atë. Na ndihmo o atë të kuptojmë o atë, udhërimet, ligjin tënd, fjalën tënde dhe njerë o atë. Na jep kuptueshmëri o atë. Që frika e emrit tënd të vijë një në zemrat tona dhe të largohemi nga palishmëria o atë. Për të mos dëgjuar ato fjalën atë ditë o atë. Lutem o atë. Lutem o atë. Lutem o atë për gjeneratën o atë në Shqipëri o atë. Lutem o atë për ata të vegjël o atë që nuk dinë akoma rrugët tënde, sepse kështu ishim mësuar, sepse kështu ishim gënjur o atë. Po lutem o atë që të thyesh ciklin e mallkimit mbi familjet e tyre, mbi jetrit e tyre, siç ti thënë këto 20 o atë, për të ngritur o atë gjeneratë, për të ngritur o atë brez në atë familje midis motrës apo vllajt o atë. Në emër të Jashuas, për të ecur në beslidhjen tënde, për të ecur në ndeshmëri të beslidhjes tënde o atë, në urdhërimet tënde. Veçoj ata të vegjël në Shqipëri dhe kudo që janë në diasporë o atë. Lutem o atë që ti vizitosh o atë. Ti vizitosh në kohët e Samuelit o atë. Vizitosh o atë në kohët o atë e hetërve tanë. Lutem o atë. Lutem atë të mbushësh me frymën e shenjtë dhe me zjarr për të predikuar o atë. Lajmin e mirë o atë, urdhërimet tënde, dishëpllizimin e vërtetë, dhe jo vetëm fjalë boshe dhe konferenca dhe mbledhje për mishit të njeriut o atë, por njerëz që do jenë radikal në besim dhe ecin në urdhërimet tënde, pavarësisht pasojave, siç ecën profetët tënde, siç ecën apostujt tënd, mbi të gjitha siç eci biri tënd. Lutem o atë, lutem o atë. Lauderojeni në qiellin e ti të fuqishëm. Lavdi për jetë. Lauderojeni Lavdi për për jetë. veprat e ti të fuqishme.
ndihimi të shpa veprat e duarve të sipas madhështisë fuqinë, urtësinë, lavdin të ndë. ti të mrekullueshme. Lavdi për jetë. Çdo gjë që merr frymë, Lavdi le ta për jetë. lavdëroj Lavdi për jetë. Haleluja. Ngrihu dhe njëro ati, me mos bonohat, Çdo gjë që merr na nxjerrësh o atë, nga legësi tona o atë, na nxjerrësh o atë nga panjoria jone o atë, që të lavdërojmë në frymë dhe në të vërtetë o atë njerë, në frymë o atë, sepse duam zemën, me një zemër të sinqertë ndaj udhërimeve, karakterit tënd, emrin tënd të lartësuar. Lutem o ati, duke ecur në rrugët tënde, në udhërimet tënde të vërteta të cilat ti ke vendosur për jetë. Bëj dhe njërë të mundur o atë. Bëj njërë të mundur o atë, ndaj mbarën o atë. Se brenga është e madhe o atë i. Brenga është e madhe o atë. Nuk e zgjodha unë këtë rrugë, po e zgjodhe ti. Lutem o atë i, të na ndihmosh të njërë. Lavdërojeni me tinguj trumbetash, lavdërojeni me harp dhe shytere. Lavdi për jetë. Lavdërojeni me tambur dhe valle. Lavdi për jetë. Lavdërojeni me instrumente, me tela dhe fyr. Lavdi jemi tënd o atë. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Halleluja. Halleluja. Lavdërojnë emrin tënd Adonai. Lavdërojnë emrin tënd të madhërishëm. I drejtituret në emrin tënd, mbrohet për emrin tënd, ka identitetin në emrin tënd. Lavdi për jetë o aty. Lavdi për jetë o aty. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Lutem o aty. Lutem o aty him të veprosh dhe njëherë o aty. Lavdërojeni me Lutem o aty him të na zgjosh nga gjumi i vdekjes e njëherë o aty. cimbale që Lutem o çdo aty. gjë që merr Lutem o aty. le ta lavdëroj Adonai. Na zgjo o aty. Që të thërasim emrin tënd dhe njëherë o aty. Na zgjo dhe njëherë o aty. Çdo gjë Na i kthej zemrat tona ndaj teje o atë. lavdëroj Adonai. Lutem o ati. Lutem o ati. Lutem o ati të dëgjosh të zeu. Peticionin për para teje o ati. Lutem o ati. Lutem o ati një generatë do lavdëroj emrin tënd në Shqipëri o atë dhe për teje o atë. Mbetja e kishës së vërtetë o atë. Dishupilizimin e urdhërimeve tënde për të veçuar nga palishmëria. Nga paudhësia që shikojmë sot o ati. Lutem o ati. Vajos një vëlla, një motrë të ri dhe aty ku janë o atë. Dhe të rinj më përkopshte në përqerdhe, në shkollat në Shqipëri, në emër të Jashuas o atë. Që një ditë të gëzojmë në pranin tënde, sepse disa lutje u dëgjuan o atë. Sepse vite më përpara kishim kërkuar në emrin tënd o atë, që ti të ngrije o atë. Vegla që rjojnë radikal në besim dhe në udhërimet tënde, në ligjin tënd të përsosur o atë i. Që çdo gënjeshtër të konfrontohet, që çdo gënjeshtër të rrëzohet o atë. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Halleluja. Halleluja. Lavdi për jetë. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Lavdi për jetë o atë. Halleluja. Do vazhdojmë motra, siç thash pak më përpara. Kudo që po e dëgjon, nuk ka rëndësi, poziciono zemrën për të marrë plotësinë dhe majmërinë nga prania e tij. Lutem Atit që të largohemi nga çdo hapësirë që nuk i përket urdhërimeve, ligjit i të përsosur, duke ditur që mëkati është shkelja e ligjit. Atëre poziciono zemrën, kërko falje Atit nëse nuk e ke bërë akoma, ndoshta ka diçka që ti do ta kërkosh. Kështu do marrësh të mirën, kështu do marrësh në emër të Jashuas. Vlla motër më fal, në qoftë se do pozicionosh zemrën, nuk e di në YouTube po e dëgjon apo jemi këtu në asambleje motra.
Le të pozicionojmë zemrën, le ta ushqejmë, leri zbrazë mendjen nga çdo gjë tjetër që apo kalon. Në qoftë se do pozicionosh zemrën, vllai të garanton që ti nuk del bosh nga prania e tij. Dhe unë lutem Atit që ti të pozicionosh zemrën dhe të bashkohesh me rrjedhën që Ati në këtë rast po bën në këtë orë të fundit. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë, o Ati im. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Është e kur shpirti im është I dot, një fjalë ngrihet e vetmja që them vet. Në përlugina, në gëzim e dhimbje, Haleluja, ajo kur së ndryshon. Lavdi për jetë, o Ati. Lavdi për jetë, o Ati. Thirrë vrar motrën, sepse ai përgjigjet në një zemër të sinqertë, në një zemër që do të zbaton urdhërimet e tija. Ai është besnik dhe është për mira gjenerata. Dhe është përbërësi të gjithë ata që me zelle kërkojnë atë. Në emër të Jashuas, lutem o Ati im, lutem o Ati im për familjen që po e dëgjon o Ati. Lutem o që dora jote të shtrihet dhe të kesh mëshirë o Ati. Të falësh o Atë për e njerë, na drejtosh dhe njerë, të na ndihmosh dhe njerë, të na aktivizosh dhe trazosh zemrat dhe njerë për të shërbyer në urdhërimet tënde, për të nderuar beslidhjen tënde për jetë. Ju jetë e përshpëriti, të të ushtojnë. Halleluja. Një fjalë lavdije për gjithmonë. Në çdo stinë zemra ime këndon. Halleluja, mbreti të mbretërve. Halleluja, thirrja e shpirtit tim, për Adonajin atë që më bën të vloj. Ti na bën të plot o Ati. Ti na mbush o Ati. Ti na forcon dhe njerë. Lavdi për jetë o Ati im. Lavdi për jetë që pozicionon zemrat tona akoma më thellëm, akoma më në devotshmëri, pavarësisht ligësive dhe armët që ngrihen o Ati. Pavarësisht çdo gjë tjetër që nuk do që të ecim në urdhërimet tënde. Pavarësisht o Ati e ignorancës që ndodhet për teje, që do largohemi nga rrugët tënde, nga festat tënde, nga beslidhja jote. Apostujt thanë, ku mund të shkojmë, I thanë birit tënd, ti ke fjalën e jetës, ku mund të shkojmë o Ati im? Ku mund të shkojmë, kur ti ke fjalët e jetës, kur the edhe nëpërmjet birit tënd, që duhet të zbatonim ato fjalët e jetës, që nëpërmjet tyre do kishim jetë, të vepronin në atë mënyrë dhe do të jetonin, sepse në atë mënyrë ne mund të gëzojmë të drejtën për të ngrënë nga pema jetës, duke zbatuar urdhrimet tënde të përjetshme dhe për të hyrë në portat e qytetit, ku ti ke vendosur o atë kur e priftin tënd të lartë të përsosur, njëre për gjithmonë. Lavdi për jetë. Ardhë mbretëria jote, u bëft vullnet jytë në tokë ashtu si në qiell. Për jetë o Atë. Lavdi për jetë, vullneti jote I përsosur I mirë. Lutem o Ati im të manifestohet o Atë. Në jetët e atyre që do ta dëgjojnë në një ditë o Atë. Për të mbajtur mbet o Atë, që kemi kërkuar fytyrën tënde. Kemi ngritur zemrin ndaj qellit o Ati im, në emër të Jashuas o. Na ushqej dhe njerë o Ati, se rruga është e gjatë, rruga është e gjatë. Lavdi për jetë. Mos na çon në fundin,
shpëton nga I ligu me Lavdi të për jetë, vërtet. lavdi për jetë, o hati him. Veçoj një vëlla, një motër në Shqipërinë, emër të Jashuas, o hat. Vepro në zemrat e tyre, o hat. Lutëm, hati, përgjërojmë për para pronit tënë, asnjëri për nesh nuk është I drejt për para teje, o hati. Po për shkak të mëshirave tënde që janë të mira për gjenerata, o hat. Në emër të Jashuas, o hat. Për lavdin tënde, për korjen tënde, o hat, në Shqipërinë, emër të Jashuas, o hat. Veçoj një vëlla, një motër. Veçoj një të ri, një të re, veçoj një vegël, o hatë, në moshën e ti apo të saj, në emër të Jashuas, veçoj, o hatë, melodi, veçoj, o hatë, Victoria, veçoj, o hatë, vite e motrës në lejë, në emër të Jashuas, o hatë, veçoj, o hatë, veçoj I bitë tanë, o hatë, për ata që po e dëgjojnë në emër të Jashuas, o hatë, veçoj, o hatë, në bitë e motrës, në emër të Jashuas, o hatë. Veçoj bijat e motrës, o hatë, në emër të Jashuas. Lutem, o hati him. Lutem, o hati him. Veçoj bijat e motrës. Veçoj, o hatë, bijen dhe niprit. Në emër të Jashuas, o hatë. Veçoj, o hatë, veglat. Vizitoj, o atë, gjitha ata që kanë patur të bëjnë me mua, o atë. Vizitoj dhe ndihmoj, o atë, në emër të Jashuas, o atë. Lavdi për jetë, lavdi për jetë, o atë. Halleluja. Bekoj, o atë, dhe fuqizoj dhe një vllajnë, me një muzikë të mrekullueshme, o atë, me zemrën që ka ndaj teje, dhe motrën, o atë, në emër të Jashuas. Lavdi për jetë, o hatë, vizitoj dhe mbroj ati ku janë, dhe vajosi dhe njërë, o hatë, freskët në emër të Jashuas, o hatë, që të dëgjojnë një muzikë të vërtetë, si që po delë, o hatë, nga burimet e jetës të hende, nga lumit të hende që dalin, o hatë, dalin veglat të tilë, dalin dhun ti që ti I dhesi në kote e Moshes, o hatë. Lavdi për jetë. Shall abide under the shadow of the Almighty. Lavdi për jetë, o hatë. I will say of Adonai, He is my refuge and my fortress. My Elohim, in Him will I trust. Në ty besojmë, o hati him, ku mund të shkojmë pa ty, ku mund të vrapojmë pa ty, çfarë mund të themi pa ty, pa frymën tënde, pa fjalën tënde, pa urdhërimet tënde, çfarë mund të bëjë njeriu? Lavdi për jetë. Në emër të Jashuas, o. Motër, në qoftë se ke nevojë për gjithçka që ke në këtë nevojë, në emër të Jashuas tani, pozicionoj zemrën dhe le të bashkohemi së bashku. Kudo që je online apo këtu tani në Telegram, në emër të Jashuas. Atë lutem, o atë që nevoja tek motra apo tek vëllai që do ta dëgjojë, në emër të Jashuas, o atë. Lutem që ta vizitosh, o atë. Hiq atë rëndesë nga motra në emër të Jashuas. Hiq atë peshë në emër të Jashuas. Le të largohet tani, le të çlirohet tani. Çdo frymë manipuluese që vjen e godet mendjen e tyre në emër të Jashuas, o atë. Le të largohet. Komandojmë ato fryma ligësie të marrin fund dhe të largohen tani në emër të Jashuas. Lutem atë që të vajosësh bijat e motrës lavdije në emër të Jashuas, o atë. Me urtësinë e fjalës tënde, urdhërimeve tënde, me urinë që ti jetë po hatë dhe aktivizon zemrat tona. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë, o hati. Lavdi për jetë. Hiron në njerin për tyre o atë në emër të Jashuas, o atë. Nga kthejtrat o atë pa lishpërisë në emër të Jashuas, o atë. Vizitoj o atje ku janë, ku përgatitin materiale, ku janë mbledhur, që një fjale jote o atë, jetë ajo që hapë
apo të burimin e njohurisë, atë burimin e thellë të fjalës, urdhërimeve tënde. Në emër të Jeshuas. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. Lavdi për jetë. You shall tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall you trample under feet, because he has set his love upon me. Therefore will I deliver him, I will set him on high, because Drejtona dhe he has njero atë në known emër të my Jeshuas o atë. name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with Lavdi për jetë. Du ta marrim dhe të këngë motra dhe për ju që po e dëgjoni në emër të Jeshuas. Do të lavdërojmë atin dhe mos andaj mund të miqësojmë në emër të Jeshuas. Shpresoj që ti të dëshmosh për çdo gjë që ai mund të bëjë, por kemi dëshmi më të madhe. Ai që u kurorëzua kush është ai? Kur ti të shfaqesh në rrjetë lavdisë, o lavdi për jetë o hati im, atë ditë kur ti do të dërgosh dritën tënde, lavdin tënde, mbretën e mbretërve, që do gjykoj palishmërinë e kësaj bote. Lavdi për jetë. Para përcaktuar, ai që do shkënte mëkate, ishte para përcaktuar për ta lartësuar në ditën e tretë, në të djathtën tënde, lavdi për jetë. Ne lindim përsëri, lavdi për jetë. Shëruam dhe nga plagët e ti, dashuria u zbuluar, ju shkëput nga toka e të gjallëve, por në vdekjen e ti e të adhurohet. Por vari s'mundi të mbante, guri u rokullis, ai u ngrit me fuqi, agimi një ditë të re, tani lartësuar për gjithmonë, shërbëtori kur orzuar mbret, për mes ringjalljes së ti, shpresa fillon të këndojë. Prandaj ne këndojmë o hati im, për shpresën që na dhe o hati. Prandaj ne lartësojmë emrin tënd, dhe adhurojmë dhe mbretin e mbretërve, birin tënd o hati. Prandaj ne gëzojmë sepse kemi jetën tënde nëpërmjet ti. Nëpërmjet ti ne morëm shpëtimin, nëpërmjet ti o hati im ne mund të faleshim. Dhe nëpërmjet ti o hati mund të merrim frymën tënde dhe të lindeshim dhe njerëz. U shëruam nga zemra jonë, u shëruam nga mendja jonë, u shëruam gjithashtu për shumë herë nga lindjet tona në trupin tonë. Sepse ti e lartësove në ditën e tretë. Por në vdekjen e ti e të adhurohet. Lavdi për jetë. Tani ai qëndron në mrekulli
sepse shërtori mbajti vendin ton. Në triumfin e ti ne jemi të lirë, gjithë lavdia i qoftë atij që jeton në fitore. Halleluja. Halleluja. A mund të themi me. Unë zbraza, shpresoj që ju motra dhe kushdo që ndoqi online, shpresoj të keni qenë pozicionuar dhe të keni marrë në mënyrën tuaj çdo gjë që ke patur nevojë, ndoshta freskimin, ndoshta ke patur nevojë për çlirimin, ndoshta për adhurimin që të preku në zemrën tënde, për çdo aspekt që folëm, që u luta, ndërmjetësojmë për kombin tonë, ndërmjetësojmë për ata që përmendin emrin e Mesias, lavdi emrit të tij për një kthim radikal dhe shumë herë ju e keni dëgjuar rizgjimi apo të tregohet të shpallë lavdia jote, siç thoshte edhe Kenga masandaj në fillimet, por lavdia e tij zbret kur neve ecim në rrugët e tij, në urdhërimet e tija. Ashtu zbret lavdia në rast siç zbriti në fytyrën e Moshet, të Mojsiut, kur ai shkoi dhe masandaj ju dhan ato pllakat e dëshmisë. Pllakat e dëshmisë që janë të përjetshme, që ne duhet t'i mbajmë. Dhe u fol, u restaurua marrëdhënia, u restaurua zemrat e popullit në malin Sinai, gjë që urdhërimet e Atit ishin përpara malit Sinai. Por aty u bë ajo kontrata e martesës me popullin e tij që sapo e nxorri nga Egjipti dhe kishte nevojë për një rikalibrim, kishte nevojë për një drejtim, për një hyrje në atë brazën e mirë, në atë brazën e ngushtë, në atë rrugën e ngushtë, lavdi emrit të tij, dhe rruga e ngushtë masandaj që profeti Baruku citoi 300 vjet përpara se Mesia të vinte, prandaj Mesia citon atë fjalë sepse kishte librin e Barukut dhe të Ezras, lavdiatit, siç e kishin apostujt. Halleluja, shpresoj për ju motra të keni marrë çdo aspekt që në këtë rast ofrohet nga tryeza e Atit, lavdi emrit të tij. Një moment thjesht duhet të bëj diçka. Okej. Lavdi emrit të tij. Nëse ka ndonjë dëshmi për ju, motra, mund të komentoni nëse nuk e ndjeni që të flisni, por nëse ka diçka që ndodhi, dëshmoje përpara Atit, gëzon zemrën e Atit, jo të vllajt. Më fal, normal që edhe mua, por prioriteti dhe lavdia i shkon Atit për çdo gjë që ndodh, sepse ai është burimi i çdo qenie të gjallë, si në qiell apo në tokë. Lavdi emrit të tij. Nëse ndodhi diçka, mund të shkruash diçka të shumë të thjeshtë. Pisha këtë, ndodhi kjo dhe lavdi Atit. Gëzojmë së bashku. Gëzojmë së bashku lavdi emrit të tij. Ja një moment. Një moment. Okej. Po flisim pak për vullnetin e tij, për njohjen, për karakterin e Atit. Dhe po ta shikojmë siç shikojmë në Psalmin 25. Psalmi 25 për ju në këtë rast për secilin prej nesh. Psalmi 25 nuk është një psalm ose psalmet janë për tu deklaruar, apo psalmet unë do vetë të shikoj dhe do bashkoj zemrën time për të adhuruar vetëm. Psalmet të përkasin ty dhe mua për praktikën e jetën tonë. Ripërtërihet çfarë? Ripërtërihet shpirti, thotën e Psalmi 23, apo jo? Ripërtërihet shpirti dhe vjen, mund ta shikojmë së bashku, tani nuk e di pse po më vjen se nga që doli këtu Psalmi, po. E thot shkrimi që në Psalmi 23, lavdi emrit të tij, kemi burimin lavdi emrit të tij që masandaj është ai bariu jonë, është Ati Jahwe, që neve marrim ripërtërirjen e shpirtit lavdiatit.
Ja ku jemi këtuja. Ja një moment, e ke edhe në ekranin tënd. Tani, ti dhe unë kemi nevojë për ripërtërirjen e shpirtit, do t'jesh dakord me mua. Jo njerë në javë, apo të kalojnë disa ditë, kemi nevojë çdo ditë lavdjatit, çdo minutë dhe çdo orë lavdimit të tia, dhe vllai inkurajon për të qenë kjo ripërtërirje, përben atë aspektin e shpenzimit të kohës me atin. Në këtë rast për të lexuar nga zanafilla deri në këtë rast tek zbulesa, masandaj janë disa libra që kanë hequr, por nuk po kalojmë në atë aspekt se kemi folur disa herë, por në kohën e dur do jenë disa mësime të veçanta, por çfarë ti shikon në ekran përben burimin e jetës që neve shumë herë citojmë. Psalmi 23 është një psalm normal që është të gjitha komunitetet që përmendin emrin e Mesias të Krishtit, masandaj e citojnë dhe i themi dakord lavdjatit, por duhet të dim aspektet frymërore që përkasin libri që ti po lexon. Dhe nëse ti ke një njohuri të caktuar, një njohuri të pothuajse në këtë rast të bazës, do të dish që kur një libër që po e lexon përben aspektin frymëror që ti mund të marrësh. Domethënë janë disa principe që janë shkruar atje, që ti duke u bashkuar me anë të zemrës tënde në bindje të atyre principeve, do marrësh çfarë është shkruar atje. Unë nuk mund të marr diçka dhe do shkoj në një vend masandaj dhe ku ndërkohë ai shkrim nuk është pjesë e jetës time. Domethënë, unë duhet ta praktikoj atë shkrim që lexoj në të mirën time të mundshme, që unë të gëzoj bekimet e asaj fjale që në këtë rast vjen prej krijuesit, që është ati Jahwe, Jodhe Vavhe, masandaj ka disa shqiptime që, por dihet që nga toka e veçuar, në këtë rast nga Izraeli, pjesa më e madhe marrin shqiptimin që të jetë Jahwe. Tash shumë herë thon njerëzit Yahua. E në bën a, dhe kjo është për të parë, jam dakord që ka një si thua një diskutim të shqiptimit nga ajo jod he, vav he, ajo veja më thënë bëhet wo ose we. Varet. Po gjithsesi, lavdjatit. Jemi në krijuesin, në këtë rast jemi në themelet dhe në zemrën e tij, dhe çfarë vetë Davidi deklaron. Jahwe është bariu im. Në këtë rast, ai thotë po më drejton, një bari ka për detyrë të drejtojë, një bari ka për detyrë të na ushqejë, një bari ushqen delet e tija, mbron delet e tija, një bari çfarë bën në këtë rast kujdeset në mënyrë të përditshme për delet e tija. Dhe nëse ndonjë dele masandaj largohet për momentin sepse u tërhoq nga diçka që i pëlqevi apo mendovi diçka të bente, agjenda e bari shkon dhe në këtë rast për ta kërkuar atë dele, siç vetë Mesia thotë që masandaj i latën e thënent dhe shkoi në këtë rast tek ajo dele e humbur. Dhe unë lutem atit që në këtë rast në miqësinë tonë, por dhe që ti që po e dëgjon në online, fjala motër dhe vëlla është ajo ushqimi që ti ke nevojë. Nuk kemi nevojë vetëm që dikush të lutet dhe të adhurojmë, dhe masandaj, nuk kam nevojë për fjalën, apo tani po predikojmë në këtë rast, po shkojmë të mbushemi, sepse zemra u hap me adhurimin, i kërkuam atit, tani kemi atë mbjelljen që në këtë rast ne duhet të bëjmë. Dhe psalmi është një nga, në këtë rast është pjesë e ligjit, është pjesë e urdhërimeve të tija, është pjesë e instruksioneve që neve kemi lavdjatit. Dhe pa fjalën nuk mund të shkojmë në asnjë vend. Dhe fjala do të bëjë që të jesh, siç thash dhe siç po inkurajonja dije në videon që bëra, është Bibla në këtë rast e plotë, që do të mbajë të gjallë, do të mbajë themelet e shëndosha në jetën tënde. Asnjë person nuk është në gjendje ta bëjë. Asnjë e mirë, asnjë në këtë rast pozicion apo privilegj apo reputacion që njeriu mund të ketë. Kudo që të jetë, kudo që po e dëgjon, me çdo lloj ndoshta prosperiteti apo gjëra të tilla, nuk japin kënaqësinë
frymërore dhe shpirtërore, sepse fillon nga fryma e shenjtë, masandaj na jep shpirtit që janë në mendja, vullneti, emocionet, dhe masandaj dhe trupi fizikisht gëzon kur neve ecim në ato urdhërimet e tij, siç thot fjalë e urta 3 apo 4 kapitujt, që masandaj kush i gjen janë jetë dhe shërim për trupin e tij apo të saj. Tani duke parë në ekran Psalmin 23, çfarë kemi? Kemi burimin e jetës dhe ai që në këtë na ushqen, na drejton, lavdiatit, dhe na mbush me çdo aspekt frymëror që neve kemi nevojë në të përditshmen tonë. Kemi nevojë çdo ditë, siç po thesha pak më përpara. Kemi nevojë që të mendja jonë të jetë fokusuar duke fillimisht kërkuar në Bibël, duke lexuar personalisht. Ti do ta kesh Biblën në këtë rast në shtëpinë tënde, fizike, nuk po flasim në telefon, është një gjë shumë e kollajshme por nuk jep atë mbushjen siç mund ta japi Bibla fizikisht që ta kesh në dorë, fillon e shfleton, fillon e nënvizon, fillon bën pyetje shkrimit, merr shënime dhe mos andaj në këtë rast në takimet tona ose në momente të caktuara ti në këtë rast mund të bësh pyetje dhe për të mësuar dhe drejtuar në rrugën e mirë, që është rruga e urdhërimeve të Atit. Dhe kështu ne nuk mëkatojmë, sepse Ati vëzhgon atë zemër që është kujdesur që të mos e shkeli në këtë rast të urdhërimet të ligjin e tij, dhe po bën përpjekje këmbgul, siç thot Jakovi 1, të ngulmojmë në atë ligjin e përsosur të lirisë, dhe kështu se rezultat do kemi mbarësi, thot Bibla. Në këtë rast ne kemi në Jakobi 1:25. Gjë që ai citovi Psalmin 1, nuk tha në një gjë të re, nuk than apostujt në një gjë të re për sa i përket dishiplizimit apo standardit asaj rritjes frymërore që themi. Kur themi rritje frymërore, do thotë që je i bashkuar dhe i lidhur akoma më ngushtë me Atin në njohjen e tij, në njohjen e vullnetit të tij. Dhe vullneti i tij, motra apo kushdo që do ta dëgjojë, i përket asaj njohjes së urdhërimeve të tij që neve i mbjellim në zemrën tonë, dhe masandaj të mos i shkelim, që të mos mëkatojmë kundra tij. Dhe në këtë mënyrë po nderojmë emrin e tij dhe nuk e blasfemojmë emrin e tij, siç thotë Romakëve 2:23-24. Tani, Jahwe është bariu im, asnjë gjë nuk do të më mungojë. Okej, asnjë gjë nuk të mungon në qoftë se ti vendos në jetën tënde kush është burimi i jetës. Burimi i jetës për ne dhe për të gjithë në këtë rast ata që kanë pak njohuri, është Ati Jahwe, nuk është as Maria, as kryqi për ta berë, ndërkohë është shenja e vdekjes, mos andaj është shenja e poshtërimit, nuk ka bëj fare me kishën e vërtetë. Burimi në këtë rast që neve kemi nevojë për Atit nëpërmjet birit të tij, në fjalën e tij, dhe siç thash pak më përpara, nuk jep asnjë lloj në këtë rast stabilitet, sepse dikush mas andaj mund të ketë për momentin një pozicion të mirë në punë, për momentin është në këtë rast në si thua në mëshirën e Atit dhe për shkak të aftësisë që në këtë rast ai mund të ketë, ka një të ardhur të mirë nga ana ekonomike, apo ka një shtëpi të mirë, të bukur, një makinë të mirë, apo është në këtë rast i vlerësuar nga shoqëria. Ato nuk japin në këtë rast jetën e përjetshme, sepse saktuar njeriu një herë të vdesë dhe masandaj thot shkrimi do qëndrojnë përpara birit të tij që Ati ka dhënë për të gjykuar në bazë të nëse kemi zbatuar urdhërimet e atij ligjit apo jo. Dhe do zbulohet çdo gjë e mirë apo e keq apo e fshehur në atë ditë, siç thotë Eklesiastis, Predikusi, se thash në anglisht. Predikusi 12, masandaj vargje 13-14, që nuk ka ndodhur akoma. Por unë të inkurajoj dhe nuk e di kush po e dëgjon, por ne dimë që nga ana e dëshmisë të këtij krijuesit, ai nuk e ka lënë pa shpresë njeriu. Nuk e ka lënë pa shpresë, por njeriu duhet të përgjigjet. Në këtë rast, ata që në këtë rast e njohin
duhet të përgjigjen duke zbatuar urdhërimet e atij ligjit, që është fjala e tij, e përjetshme, thotë prapë psalmisti në Psalmin 119, në vargu 89, të përjetë ti e ke themeluar fjalën tënde, ligjin e përsosur në qiell, thotë. Sepse për të qenë panjolla, ne në këtë rast në vargu 1 i Psalmin 119, ne duhet të ecim në ligjin e tij. Dhe masandaj si rezultat hyn ajo legaliteti, në këtë rast ajo përgjigje apo bekimet që ati ka folur në ligjin për 328, që masandaj asgjë ne nuk na mungon. Dhe si rezultat masandaj, siç e dimë, që ati ka kapacitet të na çojë në kullota me barë të njomë. Dhe sikur një dele, në këtë rast si punë e Davidit, por siç je ti dhe unë, delet e tija, delet e atit, ne kemi nevojë për ato kullota që kanë barë të njomë. Tani, nëse një person dëshiron të hajë barin e thatë dhe është gjithmonë masandaj duke vrapuar apo dale se ku është bari i njomë, unë dua apo ja e lexoj këtu, por nuk po ha bar të njomë, por në mënyrë që neve të hama të barin e njomë, si thot shkrimi nga ana figurative, atëre duhet të zbatojmë urdhërimet e tija që masandaj ati do na çojë. Dhe kjo është detyra e atit, thot ai më çon. Është detyra e tija që ai do na çojë në ato kullota me barë të njomë. Dhe kur ka kullota me barë të njomë, ka në këtë rast ka freski, ka mbushje, në këtë rast ka kënaqësi. Lavdiati nuk të mungon asnjë gjë. Dhe nëse ti ke dëshmi në jetën tënde, nuk e di besimin tënd apo ku je, nuk ka rëndësi. Por ka një moment në jetën tënde që në këtë rast le çdo gjë të thatë që është atje jashtë. Çdo gënjeshtër që është e thatë atje jashtë. Çdo premtime të thatë që janë atje jashtë. Dhe masandaj kthehesh me gjithë zemër nëpërmjet birit të tija, duke u thyer në këtë rast të ndaluar së shkeli ligjin e tija, urdhrimet e tija, dhe beson tek biri tija, me biri që në këtë rast u lind në Izrael, dhe jo siç i kemi ne në Shqipëri, masandaj apo shikojmë në qafthane, masandaj është statuja e Nën Terezës. Ç'lidhje kemi ne me Nën Terezën? Nën Tereza ishte një njerëz si ne, i gënyer në atë kultin e besimit që ajo ishte, ndërkohë që ati nuk thotë të bëjmë gjëra të tilla, të lutemi të vdekurve. Të vdekurit nuk kanë pjesë me të gjallët. Dhe vllai ka folur dhe më përpara, ne nuk shkojmë mbasi berëm atë pjesën e parë në këtë rast ku nderuam të afërmin tonë me nderin që i takon, në këtë rast flasim për varimin, u varos, masandaj ne nuk shkojmë masandaj atje çdo herë për ta vizituar, sepse atje nuk ka ndonjë gjë të gjallë. Trupi është dekompozuar, fryma në këtë rast që ishte brenda, që neve kemi tani, ju kthye atit që dha, dhe shpirti i atij personi do gjykohet, është masandaj o në atë komportamentin e të drejtëve, që do marrë ringjalljen, ose është në ferr ku vazhdon ajo, të thuash ajo torturimi në kuptimin që si s'vendosa të kthesha tek krijuesi. Dhe ajo është ferri. Masandaj ferri me të gjithë që nuk kanë pranuar do shkojnë në liçen e zjarrit, që është një pjesë tjetër që Bibla flet. Ajo është gjykimi përfundimtar, asgjësohen nuk ka me ekzistencë. Tani, ne kemi patur, siç të gjithë ne, kemi patur mundësinë, ose ndoshta tani po troket dhe në zemrën tënde, që na është dhënë mundësia her pas here që neve të kthehemi tek krijuesi. Të kthehemi tek krijuesi në këtë rast nëpërmjet birit të tija, siç po dëgjoni pak shërbëtorit të tij të kurorzuar, se ai mori kurorën e jetës dhe ai e fitovi, si thot Hebrejnë 5, me anë të ecjes në urdhërimet e atit, dhe ai gëzovi atë ringjallje prej atit. Tani, ti dhe unë duhet të ndjekim ato gjurmët e tija, siç shumë herë neve citojmë, që ai, Mesia, praktikovi urdhërimet e atit të vet, dhe si rezultat dhe ne gëzojmë jetën e përjetshme. Sepse kemi shembullin në këtë rast, shembullin e përsosur
që është paraqitur, u paraqit 2000 vjet më përpara dhe ti dhe unë më sandaj gëzojmë nga urtësia e Atit që u shfaq në fytyrën e Tij. Dhe në atë mënyrë neve dimë si të ecim. Ndërkohë që Bibla thotë në Efesianë 2, mund ta shikojmë së bashku, por Bibla thotë që ne ishim në botë, në rrjedhën e botës. 2 Korintasve 4:4 thotë që Satani që mori legalisht në këtë rast këtë mbretëri të kësaj tokës për shkak të rënies së Adamit, ne jemi pjesë e kësaj bote që është për të gjykuar. Por jo se do shkatërrohet plotësisht dhe nuk do ekzistojë më këtë tokë që Ati e krijoi. Kur Ati e krijoi që në fillim, ju mund të dëshmoni që Ati tha që është e mirë, tha. Çdo gjë që Ati krijovi ishte e mirë. Ati nuk gabovi kur i krijoi në fillim, ti duhet të jesh dakord me mua. Por gjatë kohës ç'a ndodhi? Gjatë kohës gjërat u njollosën dhe Ati do heqë njollën në këtë rast. Si puna Ati ujit në këtë rast po të keshën neve nga zona tonë, po Gradec, po dhe në Mokër lart ku unë u linda, po kemi atë në Ardenin në këtë rast që bëhet për kumbullës dhe e hedh në gotë dhe ka atë ngjyrën që është pak e zezë, shumë i shishëm në këtë rast që di, po kur e hedh vazhdon që ta vesh në ujë atje në çesma, fillon ai në Ardeni pasaj ikën, largohet, pastrohet derisa ajo gota masandaj qëndron e pastër. Atë do bëj Ati, do heq atë këllira, çdo gjë e zezë që ka njollosur rrjedhën e asaj që Ati krijovi që në fillim që ishte e përsosur, por gjatë kohës u bë ndotë për shkak të Adamit që nuk zbatoi urdhërimin e Tij. Dhe me përmjet birit të Tij, ai do sjelli masandaj edhe një herë përsosshmërinë, një herë për gjithmonë. Do jenë disa etapa para se të vijë, do jenë një shtrëngim i madh prej në këtë rast 3.5 vjetëve që do jenë masandaj që bota nuk i ka përjetuar ndonjëherë, pastaj do kemi për 1000 vjet mbasi Mesia vjen, do jetë mbretën të gjithë dheun dhe do jetë mbretëria e paqes, quhet ajo periudha 1000 vjeçare që në tokë në këtë rast ka paqe në tërë dheun dhe është një është presidenti në atë ditë, një është mbreti në atë ditë, është Mesia Jeshua në tërë dheun. Pastaj do kemi një periudhë të shkurtër që Satani që ishte lidhur për ato 1000 vjet, pastaj do lëshohet për një kohë të shkurtër, prap do mastrohen disa prej kombeve përreth, dhe pastaj ata do të gjykohen që sot Isaia 54 thotë që çdo armë që pastaj do sajohet në atë ditë, është për 1000 vjeçarin, Isaia 54, është për qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, nuk është për ne që siç i kemi cituar apo shumë akoma i citojnë, asnjë armë e sajuar kundër me nuk do ketë përparësi. Ndërkohë armët kanë përparësi, ndërkohë armët formohen, por do të shikosh kontekstin që në fillim që i përket atij qyteti që të zgjeroi kunja, thonë zgjeroi në këtë rast për masat lavdiatit. Po të dim kontekstin e duhur, po të shikosh që në fillim të kapitullit kupton masandaj gjatë kohës që për kë po flet, kujt i adresohet, do të vargjet edhe jo të marrë një gjysmë vargu nga fundi, sepse më pëlqevi dhe do deklaroj disa psalme, do t'i citoj çdo ditë dhe çdo gjë do jetë mirë. Duhet të dimë që për të qenë mirë, ne duhet të dimë atë parë çfarë është mëkati dhe mëkati është shkelja e ligjit. Para Gjoni 3:4, po ta dim atë aspekt, po ta di drejtuesi ten, pastaj ai do mund të marrë përgjegjësinë personale nëse ka frikë krijuesin për shpëtimin e tij, që pastaj ai do ditë që të mos e shkelë atë ligj, do ditë që të vetë shikoj çfarë ky ligj thotë, që unë mos e shkel, që janë urdhrimet e Atit, pastaj që janë urdhrimet e tij nga zona filla deri tek në të rast deri tek Malakia, po profetët konsiderohen si thua praktikimi atyre urdhërimeve të atij ligjit dhe na japin principe të mira si ata në këtë rast çfarë bën lavdiatit që dhe ne marrim urtësinë e nevojshme. Ai më çon në kullota me barë të njomë, lavdiatit. Në barë të njomë se kemi nevojë për atë barin e njomë, se sot, po ta shikosh, ka shumë thatësire. Ka thatësire frymërore, po patjetër.
me të përmendur ecjen në këtë rast një drejtuesi, dishiplinizimin e vërtetë nëpërmjet urdhërimeve të atij ligjit, konsiderohesh masandaj një person që ky nuk është me menet që janë këto gjëra, sepse ashtu janë indoktrinuar prej vitesh me këshillat e ndryshme masandaj që lindën besimet e ndryshme në vitet 300-400 pas Mesias dhe filloi ajo devijimi në për ato kullotat me barë të thatë. Ndërkohë kulloti në këtë rast ka akoma kullota me barë të njomën, bilesati ka lënë gjatë viteve ato kullotat me barë të njomën për të na ushqyer lavdiatit dhe kur realizon në jetën tënde që kullotat me barë të njomën i përkasin urdhërimeve të atij ligjit, sepse po ta shikojmë në Mateu 19, vetë ai në këtë rast që eci si shembull për ne, apo mund të shikojmë Mateu 4:4, ai vetë foli dhe tha që si do të jenë në këtë rast si do të jetë ecja jonë dhe drejtimi për të shkuar në ato kullota me barë të njomë, lavdiatit. Dhe po ta shikojmë në Mateu 19 apo në Luka 10, janë dy shkrime që përcaktojnë, po edhe në veprat lavdiatit. Gjithsesi ai kalojmë kemi shumë kullota me barë të njomë lavdiatit në shkrimin dhe prandaj thash motra që kur ti lexon për veten tënde, o ti vëlla nëse po e dëgjon online, kur ne lexojmë për veten tonë, kur ne lexojmë në këtë rast Biblën rregullisht në mënyrë sistematike, domethënë çdo ditë duhet ta kesh fletuar, masandaj si thash, mund të marrësh një varg dhe memorizon për një javë atë varg. Kështu ti po merr në këtë rast po merr nga kullota me barë të njomë lavdiatit. Dhe si thot shkrimi që ajo dashuria e vërtetë ndaj atit për të shkuar në ato kullota të njoma, ne duhet të zbatojmë urdhërimet e tija, që nuk janë të rënda. Urdhërimet e tija, domethënë, për të shkuar në kullotat me barë të njomë, ne duhet të bëjmë diçka. Lavdiatit, duhet të bëjmë diçka sepse kështu në këtë mënyrë gëzojmë zemrën e atit, lavdiatit. Okej, le ta marrim atë shkrimin, që po gjatë rrugës dalin vargje të tjera që janë prapë të kullotës, në këtë rast asaj barçës me barë të njomë, lavdiatit. Le ta shikojmë në Mateu 19, siç thamë pak më përpara. E kjo është për secilin për nesh, por siç më dëgjove ndoshta në lutjen që ishim pak më përpara, vajtoj për bashkë adetarët e mi kudo që janë, në Shqipëri apo përtej. Situata është e njëjtë, sepse shikojmë praktikat e tyre dhe vajtimi vazhdon derisa të kemi frym dhe jetë lavdiatit, por lutem që ndoshta ndonjëri prej tyre zgjohet edhe masandaj mund të shikoj vetë që kur i afrohet dikush në këtë rast mësuesit tonë Mesias Jashuas e pyesin që çfarë të mirë duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme. Nuk tha masandaj por këtë interpretimin të kësaj shkrimi ose kjo profeci si interpreton tine, çfarë shkolle bere tine, me kja jeti. Nuk tha në atë mënyrë, ky personi që afrohet dhe i thotë që gjënë më të shtrenjtë që njeriu ka, çfarë duhet të bëj të kemi jetën e përjetshme. Dhe këtu po flet ecjen e vazhdueshme që secili prej nesh mund të marrë përgjegjësinë për ta bërë, dhe Mesia thotë që Ati Elohim thotë ai është i mirë, thotë, dhe tani nëse ti do të hysh në jetë, çfarë duhet të bënte? Zbato urdhërimet. Nuk tha, tani janë hequr ato urdhërimet aty ligjit dhe megjithëse Mateu pak i njëjti libër i Mateut në Mateu 5:17 na jep një strukturë të njëjtës harmonie që është marrëzi të mendosh që ka hequr urdhërimet e atij ligji, siç pjesa më e madhe sot mendojnë. Por unë lutem atë që ti të bashkohesh me zërin e të drejtit, që një eci në mënyrë të përsosur në tokë Mesia Jeshua dhe ai
si e beri duke zbatuar urdhërimet e Atit të vet. Urdhërimet e Atij ligjit, mbajtje sabatin, festat biblike, ngrënien pastër dhe urdhërimet e tjera që nuk janë të rënda. Që ne lexojmë që nga Zanafilla deri në këtë rast dhe për tej, themi deri tek Malakia, po, sepse mbas Malakias masandaj nuk ka ndonjë gjë të re, thjesht freskohet masandaj kombet me anë të lajmit të mirë që të mënyrën se si hynën në beslidhje, pendimin, në këtë rast ndalimin ndaj shkeljeve të atyre udhërimeve të Atij ligjit dhe besimin tek Mesia Jeshua. Lavdiatit, masandaj, çfarë duhet të bëjmë neve? Çfarë duhet të bëjmë që të kemi në këtë rast jetën e përjetshme? Të aspekt të gjithë ata që quhen veten besimtarë nuk e kanë arritur ta kuptojnë që ka diçka që ne duhet të bëjmë për ta gëzuar këtë jetë të përjetshme në fund të fundit. Ne nuk mund të bëjmë diçka dhe të gëzojmë hyrjen, sepse atë e bëri Mesia. Por mbasi hyre, çfarë duhet të bësh? Zbato urdhërimet dhe kështu do, që tha, nëse do dëshiron të hysh në jetë, zbato urdhërimet atij ligjit. Prap, i afrohet ky doktori i ligjit, më thënë ishin njerëz që mbaheshin me reputacion atë kohë në tempull ku Mesia ishte, në rast në shekullin e parë, dhe i afrohet dikush për ta vënë në provën në këtë rast Mesian Jeshua dhe thot, prap, çfarë duhet të bëj të trashëgoj jetën e përjetshme? Ndërkohë ishte një doktor i ligjit. Do thotë që kishte mësuar, jo doktor, po mu themi një dietar, ja mu ta vëmë atë, një dietar që kishte lexuar, domethënë ishte një mësues i ligjit. Dhe i thot masandaj Mesias, çfarë duhet të bëj të kemi jetën e përjetshme? Të njëjtën pyetje. Dhe ai tha, çfarë është? Ai kush? Mesia i tha, çfarë është shkruar në ligjin, i tha. Nuk i tha që të mjaftovi ke besuar, po, besove në këtë. Okej, në rregull. Je në rregull, atëherë ti ke besuar, nuk të dua asnjë gjë tjetër. Ky është perceptimi sot i çdo denominacioni të njeriu. Denominacionet janë ndarjet e shumë besimeve që shikon sot. Ke masandaj katolik, ke ortodoksët, të Jovajt, ke të mormonët, ke ungjilltar, ka ditës së shtatë, ka plot prej tyre. Këto janë ndarë nga njeriu, se ka qenë gjithmonë një njeri që ka filluar këto lloj besimesh dhe i ka ndjekur masandaj gjatë viteve, sepse ka qenë dikush që ka thënë ndiqmini mua, ndërkohë ne do të ndjekim Mesian vetëm. Dhe mund të ndjekim një person që ai person po ndjek realisht Mesian. Dhe ti do ta kesh dëshminë në zemrën tënde, do të bësh leximin tënd, do të kesh tashmë do të kesh kuptuar kush është drejtuesi tënd. Po zbaton urdhrimet e atij ligji, dhe kështu ai është pa tmeta pa njolla, në kuptimin që nuk po i bën me dashje, nuk e ka anulluar ligjin, se po ta anullosh ligjin je në palishmëri, në paudhësi. Dhe nuk gëzon në diçka të mirë. Vlla motë shqiptar kudo që po më dëgjon, për një personi që bën deklarata të tilla, ndërkohë ti duhet ta shikosh në jetën tënde, sepse ditën që në këtë rast po mblidhesh, cila është dita e parë e diellit, dita e parë e javës, themi e diela. Okej, ato emra pagane që katolikët vendosën në 1600 bashkë me kalendarin që bota ka. Ne nuk kemi pjesë në ato gjëra, sepse doli dikush dhe ata dikush thanë që ne jemi kisha që në fillim, në vitet 300. Ne jemi dhe ne na zhdenë na dëgjon ne. Pastaj disa të tjerë protestuan. Prap në 1600 që ishin reformistët, quhen John Calvin apo Martin Luther në Zvicër dhe në Gjermani, por sepse protestoi dikush, do shikojmë protestimet apo do shikojmë Biblën? Ata që protestuan prap mbajtën gjërat e palishmërisë, mbajtën të njëjtën ditë adhurimi, thanë që masandaj urdhërimet e atij ligji që Mesia po të thotë në ekran, që neve do të shikojmë çfarë është shkruar, ata thanë që nuk janë pjesë me neve. Biles tha Martin Luther, se tha, digjini tha në këtë rast ato sinagogat e tyre, digjini ato ndërtesat e tyre, mbulojeni me shkremente, trupat e tyre, dhe sepse masandaj perceptimi në këtë rast i filozofive të tyre me mendime që ishin djallëzore, sepse
disa drejtues u bashkuan me perandorinë Nomake dhe krucizuan Mesian, po populli I tij që Mesia erdhi dhe me mira prej tyre, me mira, mos themi, me qindra mira e pranuan siç e kanë bërë miliona prej popullit të tij të Izraelit sot e kësaj dite. Po ata me çfarë do të bëjmë me ta? Ndërkohë neve nuk mund të merrim shpëtimin tonë veç se të bashkoheshim me premtimet që Ati dha në këtë rast popullit të tij dhe do ta bënte ringjalljen së fundmi me birin e tij. Prandaj biri I tij erdhi. Sepse pa birin e tij si ata dhe ne nuk mund të ringjallemi, sepse Ati ka dhënë fuqi birit të tij për të ringjallur. Dhe tashmë ai biri ka pushtet të plotë për të gjykuar në qoftë se një person do ringjallet në atë ditë, sepse, si tha Mesia, I gjithë pushteti, I gjithë autoriteti në qiell dhe në tokë më është dhënë mua, kur I tha disepujve. Do thotë që ajo e ka tani të plotë. Më është dhënë sepse masandaj kur ai u ringjall dhe mori të plotë, ai duhet ta fitonte, duhet të tregonte ecjen e tij siç e bëri ne, siç thotë dhe libri Hebrejve 5:7 deri në 10, për të qenë kryeprifti toni përsosur I lartë, sipas rendit të Melkisedekut. Lavdjatit, sepse kemi nevojë për një ndërmjetësues të shkojmë tek Ati. Nuk ke nevojë që ti të I lutesh të vdekurve Marias apo të ashtu quajtur shenjtorë për të dhënë ty gjërat e mira, apo për shkak të veprave të tyre, masandaj mund të gëzosh, po Ati që është burimi I jetës dhe për çdo njeri që ka në këtë rast akoma frymën e tij, nuk japim lavdim me Ati, do të lutemi të vdekurve. Nuk kemi me Mesian si ndërmjetësues, jo, ti shkon, mësandaj për ju shkoni tek ai prifti që nuk është prifti, është një person, se priftërinë ishin të Levitikut, ishin izraelitë në Bibël. Nuk ka priftërinë as nga Italia, as nga Greqia. Ata janë me titull që duan të marrin çdo gjë që ishte në Bibël dhe ta kemi ne, se ne kemi autoritetin e plotë tani dhe nuk ka asnjë tjetër. Pos nuk u bashkove me ne, masandaj siç vajte në kohë dhe masakruan njerëz, si në Izrael dhe përtej me ato krusedet e tyre. Ke nevojë për faljen e mëkateve, në kuptimin që ti ke shkelur ligjin e tij dhe ke nevojë për Mesian Jashuan, ti dhe unë, që kemi nevojë çdo ditë, sepse ai është ndërmjetësuesi vetëm midis Atit dhe njeriut. Asnjë njeri tjetër. Ti shkon në këtë rast të konsultohesh me një në këtë rast drejtues që ka vendosur sipas Efezianëve 4:11 apo Efezianëve 2:20, mos gaboj, që kemi zyrat e kishës së vërtetë, por nuk është kisha sepse një del dhe thotë ne jemi si ston katolik apo ortodoks apo ungjilltor apo çdo njeri që përmend ne jemi kisha. Dhe një pyetje të veçantë I bën, më jep për kufizimin që çfarë është mëkati që unë të di, në këtë rast të kem kujdes që të mos shkel, në këtë rast mos mëkatoj kundratit. Dhe ta jep para Gjonit 3:4 që apostullit citovi Levitikun 4:2 numrat 15. Asnjë gjë të re, sepse moraliteti në beslidjen e parë që themi dhjata e vjetër nuk ka ndryshuar në moralitetin e beslidjes së re. Një beslidje e re sepse zyra e kryepriftit u ndërrua nëpërmjet në këtë rast që mori vendin Mesia Jeshua. Asnjë tjetër nuk ndryshovi. Sepse nuk ka një tempull në Izrael, do ketë në kohën e Mesias kur të vijë. Popujt do vinë masandaj të marrin në këtë rast të faljen e tyre, sepse ta shikojnë Mesian dhe ai apo ajo do marri faljen e mëkateve në atë kohën e 1000 vjeçarit. Që masandaj ata do të tregojnë, ata që janë jashtë qytetit do tregojnë në qoftë se do jenë të denjë për të ringjallur për ringjalljen e dytë. Tashmë ringjallja e parë ka ndodhur mbas shtrëngimit të madh, ku Mesia vjen dhe ata të veçuar në këtë rast ata besimtarë janë brenda qytetit. Nuk mund të mëkatojnë më, kanë trupin ynor, trupin në këtë rast siç e kemi, siç Mesia kishte, duke ngrënë mish dhe bukë, por nuk vdes më. Lutem Atit, sepse këto
principet të mbretërisë, së lajmit të mirë të mbretërisë, janë folur në një mënyrë abstrakte, sepse kështu janë mësuar nga katolikë ortodoksë në për ato shkollat që kanë vajtur, që ka vajtur drejtuesi tentë dhe janë mësuar gjëra që imagjinata më tepër se sa ne të shikojmë evidencën që kemi në shkrimin, në Bibël. Bibla flet për qytetin e ri, Jerusalemi i ri që do zbresi nga qielli i tretë, para 1000 vjeçari do vendosen në tokë. Dhe masane kombe do vinë të marrin shërimin, do vinë të marrin pastrimin, do fillojnë të shkojnë përpara lavdjatit Mesias Jashuas që ka vendosur tashmë priftërinë me të tjerët, me Zadokun, me Levitit, që në kohën tënde do t'i mësosh, por do vinë të mbajnë festat e Atit, siç thotë Isaia 2:3. Nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombet, ligji do mësohet kombeve, sepse me atë ligj, në këtë rast që ne do ta kemi, ta praktikojmë, me atë ligj Mesia do gjykoj kombet në atë ditë. Në qoftë se kemi nderuar Atin apo jo. Ndoshta do ta sillim atë shkrim, unë kemi folur marrë studimin e librit të Romakëve, në këtë rast siç ndoshta ti më ke ndjekur, dhe do vazhdojmë së shpejti në kapitullin 7, ndoshta në pjesa e 2 e 6. Por kemi folur për principet që shkrimi na jep për të nderuar Atin dhe si e bëjmë ti dhe unë. Për të nderuar Atin, është një princip shumë i thjeshtë që libri Romakëve na jep. Ne kemi folur dhe unë dua që të rifreskoj memorien tënde, sepse në të njëjtën mënyrë freskoj memorien time. Sepse është fjala që mos ndaj Bibla i ligji përsosur që na jep atë freskimin apo veçimin, ndarjen nga praktika të ndryshme, nga mendime, nga filozofi të tjera që janë në kotësi përpara ligjit të përsosur të Atit, që ti dhe unë duhet ta kemi në këtë rast në bagazhin tonë. Çdo ditë ta studiosh, të meditosh tek ligji i tij ditën e natë. Ja, një moment sa ta hedh atë shkrimin, ka shumë vargje dhe lavdimet e tij. Okej, e gjetëm. Romakëve 2 flet për një princip shumë të rëndësishëm që lavdëromin në Atin në këngët pak më përpara, që të nderojmë në këtë rast, nderojmë emrin e Tij, dhe ja një moment të nderojmë emrin e Tij. Po mundohem, vëlla të shqiptar, po mundohem në çdo këndvështrim, sepse nuk kemi ndonjë motiv tjetër, asnjë lloj motivi tjetër, veçse që ti të gëzosh jetën e përjetshme. Jeta e përjetshme pa urdhërimet e Tija nuk gëzohet, sepse ta tha mbreti i lavdisë që ti e shikon në ekran. Ti e shikon vetë në ekran çfarë neve duhet të bëjmë, që është e njëjta gjë çfarë ai thotë në Mateu 4:4, që të rrojnë nëpërmjet urdhërimeve të Tija. Dhe citovi ligjin e Pëtërit 8:3. Asnjë gjë të re për dishipullizimin që Mesia beri dhe la detyra apostujve, sepse në atë kohë liderat e tempullit që kishin për detyrë të mësonin popullin në urdhërimet e atij ligjit, nuk ishin në gjendje ta bënin përse, sepse ishin të ndotur. Ishin të ndotur nga urdhërimet e njerëzve, nga se thua shkollat e njerëzve që ata ishin transmetuar gjatë viteve. Dhe kur vjen Mesia, gjeti një rrëmuj dhe prandaj fillovi shumë herë merrte edhe kamzhikun, siç ti mund ta dish më andaj, sepse për shkak të drejtuesve të asaj kohe, njerëzit po vuanin dhe shikonin më andaj që brenda në tempull ishte ber pazari. Po shisnin më andaj çdo gjë atje brenda, ndërkohë vjen Mesia me kamzhikun, thotë, kjo është shtëpia e Atit tim, thotë, ju po e çnderoni. Ju po e blasfemoni, thotë, emrin e Atit tim me mos praktikimin dhe mos mësimin
e ligjit të Atit, që Mesia thot këtu ja vetë çfarë është shkruar në ligj, e nuk tha diçka tjetër. Për të gëzuar jetën e përjetshme, kishte fjalën për praktikën. Që tha, u përgjigje drejt çfarë ishte shkruar në ligj dhe ai citoi ligjin, pastaj dashurinë e vërtetë, duke zbatuar ligjin. Por shikoj çfarë ndodh sot, sepse shumë prej nesh pastaj marrin e çfarë shkruar në ligj. Tani e di çfarë do të bëjmë neve, duhet ta duam me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën, me mendjen e kaq. Edhe duam të afërmi si vetja jonë. Pa i tha çfarë është shkruar në ligj, nuk tha si duhet të ta kemi ne emocionet në atë moment. Tha çfarë është shkruar në ligj, shiko dhe praktiko çfarë është shkruar. Dhe për një jude kur të citon Shëmanë, që është lutja që bëhet në ligjin për të 6:4, ai di që duhet të zbatojë urdhrimet e atij ligji, sepse në këtë mënyrë tregon dashurinë e vërtetë, siç e pamë, ku kemi dashurinë e vërtetë që Gjoni në të njëjtën kohë citon prap atë që Mesia tha në Luka 10. Dhe që ai në këtë rast, ai personi foli për në këtë rast për dashurinë e Atit, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tij. Ne i bëjmë me besim, i bëjmë me një zemër të sinqertë, me gjithë mendje, me gjithë forcën tonë. Atje ku je. Po jo vëlla, po ja, nuk mund t'i bëj sepse ti nuk e di realitetin e Shqipërisë, nuk të japin punë në ditën e sabatit. A ju është besimi tënd që ti ke ndaj Atit? A ju është besimi jonë? Ngelemi duke vetëm dyshuar apo duke u diskurajuar vetë me deklarimet tona? Për të mbajtur festat e Atit që ka e vështirë, janë mbledhje të veçuara në radhë parë. Vetëm ke Pashkën që do darkosh në darkën e Tij të vërtetë sipas Eksodit 12. Të gjitha të tjerat janë mbledhje të veçuara. Dhe do qëndrosh në një kampër në fund në rast në muajin e 7 biblik, që i vete aty në shtator tetori, për të qëndruar në çadra për 7 ditë. Në shkon me vëllezër motra dhe qëndron për 7 ditë në çadër. Gëzon në këtë rast mirësinë e Atit, i mbledhur me vëllezër motra dhe qëndrojnë së bashku, gatuan atje që stakohesh njëherë nga çdo gjë tjetër që ndodh në ambientin tënd, aty në qytet apo në fshat ku je, dhe shkon pastaj të takosh Krijuesin. Por puna është ta kemi neve zemër të zbatojmë urdhrimet e Tij, sepse ne e themi unë e dua, por ta duash Atin duhet të tregosh që do. Duhet të tregojmë që e duam. Dhe për lavdit të Tij do bëj çmos që të zbatoj urdhrimet e Tij derisa Mesia të vijë dhe kjo do të jetë zemra jote. Në mbash festat biblike. Duke filluar me sabatin, do gjesh një punë sepse Ati do të japi atë favor në sytë e të tjerëve, si thot në Fjalë të Urta 3. Se nëse ti pranon urdhrimet e Tij, mësimet e Tij, atëre ai do të japi favor. Në radhë parë gjen favor në sytë e Atit. Favor do thotë diçka që ne nuk e meritonim. Si puna e Mesias Jeshuas që erdhi, që nuk e meritonim atë shpëtim. Por gjatë rrugës, duke mbajtur urdhrimet e Tij, gjejmë favor në sytë e Atit. Na jep bekimet e pameritueshme, po për shkak të dashurisë së Tij na jep, sepse ti dhe unë bëjmë diçka. Po këto koncepte nuk janë folur dhe nuk fliten sot në podiumet, sepse me të thënë për të bërë diçka njerëzit vrapojnë duke bërë masandaj gjëra të tjera, nuk bëjnë gjërat e Atit, nuk bëjnë urdhrimet e Tij, nuk zbatojnë urdhrimet e atij ligjit. Dhe masandaj ai drejtues është i diskurajuar sepse numra në Tiranë, masandaj reportacioni u largua, ndodhet shumë herë në atë betejën e tij mendore, thot po unë do qëndroj vetë po atëre, po të flas për pendimin që të kthehen në urdhrimet e atij ligjit, si do t'ja bëj unë? Po si do bëj unë të mbaj unë sabatin, të ndajem nga festat pagane? Jo, nuk do ta bëj atë gjë, unë kam vazhduar të bëj këto gjëra për vite. Tani unë do të filloj një herë të nderoj Atin, thotë në mendjen e tij. Ndërkohë është tërësia e njeriu, thotë predikuesi 12, që ne do të bëjmë. Të zbatojmë urdhrimet e Tij dhe kështu tregojmë që ajo është dashuria ndaj Atit Elohim. Si tha apostulli që po flisin pak më përpara,
në mënyrë nëse nderojmë apo çnerojmë atin, nëse po blasfemojmë emrin e tij apo jo. Unë shpresoj të kesh arritur deri këtu. Për ju që po ndiqni online në YouTube. E çnerojmë atin duke shkelur ligjin e tij. Bashkëdhetar, në emër të Jashuas, le të zgjohemi, se po vazhdojmë të çnerojmë atin me doktrina të reme që të kanë dhënë dhe për shkakun tonë, duke shkelur ligjin e atit, emri i tij blasfemohet. Dhe nuk është gjë e mirë, nuk gëzon jetën e përjetshme duke shkelur ligjin e tij. Ky është koncepti tër asaj rrjedhojës masandaj që mund të vijë. Unë lutem atit që ai drejtuesi tent ta shikoj këtë varg, por është puna e pranimit. Nëse ai pranon shkrimin, sepse me ta shikuar atë që na mbind, neve e refuzojmë dhe mendojmë që jemi në rregull, sepse po e refuzova, masandaj jam mirë. Mund të jesh mirë për disa vite. Ja, në këtë rast 80, nuk ta di, në 10 apo ku ta di unë. Themi që jemi mirë. Pastaj kur vjen koha të përballemi me fronin e Mesias, si do jetë mirë na duke shkelur ligjin e tij vazhdimisht? Çfarë është shkelja e ligjit? Sabati, festat biblike, të tjera, të Levitiku 23, vjen në pastër, që ati thotë dhe në Isaia 66, do shkatërroj ata që janë miqderë, thotë. Ndërkohë ty të kanë thënë tani u bën të pastra me derë, me bretkosa, me qenë, me mace, me gjarprim, me gafore, me kose, me midhje. Janë bërë të pastra, ndërkohë ato janë fundërinat e çdo zinxhirit, në këtë rast të ushqimit që janë pastruesit e këllirave. Po ja, po unë nuk po i ha ato. Nuk është puna apo i ha apo nuk po i ha, është puna a ke dëshmi që në këtë rast ke një dëshmi që po e nderon atin që nuk po i ha sepse di që ligji i tij është i përsosur, e bën të urtë njerën e thjeshtë dhe kështu duke e mbajtur ligjin ti e nderon atin dhe nuk e blasfemon emrin e tij. Kjo do të jetë dëshmia jote, jo sepse unë nuk i ha sepse unë do të ha ato gjëra. Ajo nuk përben nderi ndaj atit, ajo përben nderi ndaj teje. Sepse ti ke vendosur ndaj vetes tënde që të mos i hash, masandaj kur vjen puna e derit ne fillojmë hamdhe. Normal. Ndërkohë që deri është përmban ato parasitet e fshehura që as gatimi nuk e shpërben parasitet brenda në mishin. Sepse krijon atë kapsulën, atë mbrojtjen parasitet. As ujë nxehtë, as nxehtësia e madhe nuk e shpërben. Nuk i ngort. Pastaj kur hyn në trupin e njeriu ato e heqin. Masandaj hapin zgavrën e tyre dhe imagjino çfarë sëmundje mund të ndodhin. Për këtyre gjërave, ndërkohë masandaj siç ti mund të kesh parë, por personi masandaj nga Korça thoshte që ja tani në Pogradec këtë vargun e ushqime ja vëm ndërtesës. Ati në këtë rast e ka veçuar këtë ndërtesë për të ecur në palishmëri dhe në wow, sa mire duke ecur në palishmëri, me fete e paqes, me fene antikrishtit, antimesias, që në ka mire, ashtu nderojmë atin, që jam afruar personalisht, kam vajtuar dhe në mësimin që bera çfarë ka nevojë familja shqiptare që kemi në kanalin tonë, të inkurajoj shikoje, çfarë ka nevojë familja shqiptare, të dali Olgers Baje shikon në kanalin tonë Zeri Mesias në YouTube. Dhe kam vajtuar për ata që i njeh në Shqipëri, duke i thirrur me emra, me lot, siç bën pak më përpara. Shpërblimi vjen prej njeriut? Jo. Vjen prej njeriut. Shpërblimi vjen prej Atit në atë ditë. Çdo gjë që ti dhe unë mund të bësh, por fillo të mos e shkelësh ligjin e tij. Dhe në këtë mënyrë nuk e çneron Atin, dhe në këtë mënyrë nuk e blasfemon emrin e tij. Dhe fillon një rrugë e mirë. Sepse Mesia vetë tha që çfarë është shkruar në ligjin, që ju të mos e blasfemoni emrin e Atit. Ndërkohë kemi në Titi 2 prapë është ajo blasfemia. Kemi masandaj Titi 1, karakterin e atij drejtuesi që duhet të ecë me ligjin, por ai drejtuesi tani thotë ligji është hequr. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh?
hiqe kushtetutën e vendit tonë apo në vendin ku je, çfarë ndodh? Kaos, rebelim, çdo gjë të imagjinueshme, të palishme që mund të ndodhë në atë vend, siç po ndodh shumë herë shikon në Amerikë. Sepse ajo është palishmëri që ndodh në ato vende. Sepse ata që duhet të kenë ligjin në funksion, që janë të fshehur mbrapa katedrës, në ku ishte në Tennessee është, nuk e di ku po ndodh, të ato protestat e ligësisë që po bëjnë, sepse ata të qytetit janë në palishmëri dhe po të kishin ata ligjin dhe të kishin në këtë rast ta respektonin kushtetutën që qeveria amerikane federale ka, atëre nuk do ndodhin ato gjëra. Por ke të palishmit që ushqejnë masandaj zera të tilla dhe dalin në rrugë. Ndërkohë që ata të katedrës, të atij shtetit atje duhet të mbajnë ligjin dhe të dënojnë gjëra të tilla, ndërkohë ata i ushqejnë. Në dalin masandaj ato zerat e ligësisë me shaminë masandaj që vetëm instigojnë prej gjarprit, prej zerit të gjarprit, për më shumë masandaj dhunë dhe me çdo gjë tjetër që ndodh atje. Ndërkohë ata kanë urdhrin federalet që të largojnë të palishmit jashtë Amerikës. Dhe kush është në palishmëri, jo me dokumenta, duhet të dalë jashtë. Ndërkohë ke masandaj ato kopshtet e fëmijëve që kanë muslimane që kapen live nga persona masandaj dhe individë që kanë kanalet e tyre të lajmeve që janë në palishmëri me çdo lloj gjë që ndodh atje brenda. Dhe kur vjen ajo drita, kur ekspozohet errësira, i natosen. Përse? Sepse njëri po të jetë i pastër nuk e natoset. Hap derën, po, shikoj, ja ku jemi, çfarë po bëjmë. Po pse duhet mbyllen dyert me njerëz sa shikojnë kamerën? Pse duhet të fillojnë mbulojnë fytyrat e tyre? Se është palishmëria, është blasfemia e Atit Elohim që ndodh. Dhe nuk janë në ringjallje ata persona dhe nuk janë në ringjallje edhe ata që citojnë emrin e Mesias duke shkelur ligjin e Atit me dashje. Sa kemi folur, sa kemi vazhduar të flasim për këto gjëra, më bën tashmë pothuajse 4 vjet. Si e lexon, po dashurinë e vërtetë, po ja ku kemi dashurinë e vërtetë, dashuria e Atit Elohim, të zbatojmë urdhrimet e Tij. Se pastaj disa shqetësohen që flasim të vërtetën, jo, po ja ti thua ato gjëra. Por harrojnë që ka një burim prej frymës së shenjtë që zbrazet për shpëtimin tënd. Për shumë në Amerikë apo në Francë, kudo që je, në Spanjë, në Belgjikë apo në Itali apo në Greqi, në Shqipëri, në Kosovë. Lutem Atit. Të strukemi përpara Atit duke zbatuar ligjin e Tij dhe në këtë mënyrë nuk blasfemojmë emrin e Tij dhe në kombet ku jemi. Dhe në kombet ku jemi, sepse për shkakun tonë kur ecim në palishmëri, shkelim sabatin, shkelim festat biblike, nuk do t'ja dim për kalendarin biblik që në këtë rast Ati ka dhënë nëpërmjet profetit Enoku. Ju që në këtë rast ndoshta jeni në Amerikë apo këtu në Kanada, vazhdoni akoma të ndikni judaizmin me shikimin e enës dhe masandaj me atë elbin që piqet, që gjë që ato nuk janë folur në shkrimin. Ndërkohë Ati ka thënë specifikisht nëpërmjet profetit Enoku që kalendari i tij është me data, në këtë rast është me ditët e sakta, 364 ditë në vit, përbën 52 javë. Një kalendari përsosur që nuk interferohet me festat biblike të vitit, sabatet në këtë rast që janë të javës, nuk interferohet me datat e caktuara të festave të Tija. Sa aspekte që na takon neve t'i shikojmë, t'i gërmojmë vetë. Ja, si thosha pak më përpara, që për kufizimi i mëkatit biblik është shkelja e ligjit, e urdhrimeve të Tija. Dhe kur neve dimë që themi, kur ne mëkatojmë, çnderojmë Atin dhe blasfemojmë emrin e Tij, por apostulli citovi numrat 15 të këtuja,
në Romakëve 2. Këtë citovi. Apostulli Gjon prap numrat 15 dhe Levitikun 4:2 për kufizimin e mëkatit. Nuk kishte ndonjë gjë e re sepse ata ishin bijtë e Izraelit. Lutjem Atit që të zgjohemi në emrin të Jashuas. Okej, le të kalojmë në veprat 7 dhe në Filipianëve 2. Si e përcakton apostulli? Nuk kemi apostull, më fal, Stefani, që ishte një dishepull i apostullëve, që shikojmë në veprat 6 që vjen duart dhe masandaj bën të shenjë mrekulli. Stefani që u godit prej liderave të asaj kohe të tempullit. Dhe ai Moshe në këtë rast thotë që në kuvent, në asamble, në mbledhje, thotë në shkretë të tjera, ishte me angelin e Atit që i fliste mbi mali Sinai. Sinai, okay? Ku dha ajo kontrata e martesës popullit të tij mbasi doli nga Egjipti, Atit, okay. Pastaj thotë që ky Moshe në këtë rast ku ishte edhe metri tanë, thot Stefani, çfarë mori? Mori fjalët e jetës për na përçuar neve. Në malin Sinai, siç ti mund ta dish, edhe ndoshta se dije, u dha ligji përsosur i Atit popullit, po ishte që në fillim, që në Adami e kishte, ju mësua për 7 vjet. Ligji përsosur i Atit i themeluar për jetën e qiellit para se njeriu të krijohej. Por Stefani thotë që ligji përsosur që u dha në malin Sinai për na dhënë neve, ju nuk po e zbatoni, tha. Prandaj jemi ku jemi, tha, dhe po ti kishe besuar Moshe, tha, do të kishe besuar dhe Mesia, siç tha vetë Mesia. Po të besoni, tha Moshe, do më kishe besuar dhe mua. Por ju as Moshe as ligji nuk po e praktikoni, se keni traditat e etërve tuaj, ato traditat e njerëzve, gjërat prej njeriu, tha, jo urdhrimet e Atit, dhe jemi ku jemi, tha, dhe prandaj mos andaj u vra dhe Stefani siç e vran Mesian, të njëjtat persona. Sepse ai citovi, e çfarë tha? Mori fjalët e jetës, tha Moshe, tha në malin Sinai, për na i përçuar neve, nuk tha për ta anulluar, por për na përçuar neve. Që kur të përçohet diçka, do thotë që të jepet që ka vlerë, apo jo? Kur të sillet diçka ndaj teje. Dhe si tha në ligjin për 32, vetë Moshe tha, nuk është një fjalë do si do pa vlerë, tha. Por është jeta juaj, tha, për ligjin e përsosur. Ja, fjalët e jetës, hiqe fjalën e jetës, çfarë do marrësh? Fjalët e vdekjes. Është shumë e thjeshtë. Nuk është e vështirë për ta kuptuar. Dhe një fëmijë e kupton. Okej, të shikojmë tjetër, një varg tjetër. Dhe të matit të sensibilizojnë zemrat tona për lavditë e emrit të Tij. Okej, shikon ti Filipianëve 2. Filipianëve 2 thotë si çfarë? Për ecjen tonë thotë, bëni çdo gjë, okay? Kur në sjelljen tuaj thotë, bëni çdo gjë pa ankuar dhe pa kundërshtime. Mos u anko, thotë, sepse ke të mirat e Atit. Mjafton të kthesh përre, thotë, mjafton të rikujtosh në shtratin tënd. Të ka dhënë frymë, thotë, që kur ngrihemi në mëngjes apo jo, kemi akoma frymën e Tij në mëshirën e Tij. Dhe kur i bën gjëra, thotë, mos i bëj, thotë, me kundërshtime, thotë, se nuk t'japin frutshmëri, thotë, nuk do t'japin ndonjë gjë të mirë, thotë. Dhe thotë pastaj që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër. Tani libri thotë në 2 Timoteut, ja ta kalojmë në libri 2 Timoteut 3 flet që mos ndaj ja ta marrim nga ta marrim nga interneti. Thotë që kjo fjala e jetës çfarë bën në 2 Timoteut 3, mos ndaj kemi në vargun siç e dimë, në vargun 16, por okej, ne dimë të më thënë ato shkrimet e shenjta, cilat lavdjatit. Për kë kishte fjalën për atë fjalën e jetës, lavdjatit. Fjala e jetës, i njëjti apostull tani, i njëjti apostull nuk mund të flasë që okay, fjala e jetës këtu për ligjin e përsosur që u dha në malin Sinai, nëpërmjet Moshe dhe etërve thoshte tanë, i njëjti apostull po flet në të njëjtën kohë që duhet ta mbajmë lart të fjalën e jetës kur po jep
këtë rastin kur jemi në kishës në Greqi, në Filipianëve. Dhe tha që masandaj si ne duhet të jemi të paqortueshëm dhe si të jemi, masandaj të jemi të pastër. Të paqortueshëm. Okej, ja një moment, sa ta Timotios që ishte një baba grek dhe në kishte jude nga Izraeli, fletën e vargu 15 deri në 17, që ai kishte këtë fjalë e jetës, kishte shkrimet e veçuara të shenjta, lavdiatit, të cilat mund ta bënin të ditur, mund të bëjnë të ditur. Po, na bëjnë të ditur neve për shpëtim nëpërmjet me anë të besimit që është në Mesian Yeshua. Emri i tij të vërtetë për ju që ndoshta po e shikoni, dhe është mësimi që kam bërë për punën e emrit në kanalin tonë dhe nuk janë emrat pagane të vendosur prej nive masandaj në Greqi. Emri i tij është në këtë rast Yeshua. Mesia do thotë i vajosur, nuk është mbi emri i shpëtimtarit. Është thjesht thotë i vajosur. Prandaj thotë do vinë të shumë të krishtër, do shumë të vajosur, thotë do pretendojnë që janë të vajosur prej Atit, thotë, ose prej meje, por thotë keni kujdes, thotë, se shumë do dalin, thotë, në atë ditë. Dhe vetë që nga fëmiria Timotios, që ishte një pastor që i këshillohet nga i njëjti apostull që këshillonte Filipianëve, këtu lart, thotë që këtë fjala jetës që ne do ta mbajmë lart, jo ta hedhim, jo ta anullojmë, siç thonë në këtë rast ungjillorët apo grupet e tjera të besimeve, të cilat mund të bëjnë të urtë, të ditur për shpëtim me anë të besimit që është në Mesian Yeshua, thotë. Do ta mbash besimin e vazhdueshëm, se në momentin thotë që çfarë ndodh, që ti thotë shkel, siç mund të ndodhi gjatë rrugës, mund të shkelësh ligjin o urdhrimet e tija, jo me dashje, thotë, po ja ndodhi, atëre duhet të bësh atë rrëfimin e paragjonit 1, që të rrëfejmë ke mëkatin, çfarë të rrëfejmë shkeljet e ligjit. Ne kështu masandaj atin që është i mirë dhe i besueshëm, është dhe i drejtë na pastron nga të gjitha paudhësitë tona. E thotë që kjo fjala jetës, ky ligj i përsosur, në këtë rast shkrimet e shenjta, që ai kishte që nga fëmiria, ai kishte ligjin lavdiatin, nuk ishte diçka tjetër, por thotë që këto shkrimet e shenjta, fjalën e jetës, ky shkrimi, për të qenë më shkurtër thotë, është i frymëzuar nga Elohim dhe është i dobishëm. Por çfarë ndodh që neve marrim të shkrimi, ja, është Bibla e tërë. Jo, vëlla motër, çfarë po flet kontekstin këtu, është që nga Zanafilla deri tek Malakia. Ai është shkrimi, se mund të kaloj në vargjet e tjera për të përcaktuar kush është shkrimi, që ai kishte nga fëmiria, me njëherë kontekstin, që nga fëmiria i dinte këtë shkrimi. Dhe Timotios që nga fëmiria nuk kishte dhjatën e re, se nuk kishte dalë akoma, nuk kishte shkrojtur akoma. Në thotë i gjithë shkrimi është i frymëzuar, kush ligji i përsosur i Atit, fjala e jetës, dhe është i dobishëm për mësim, për bindje dhe për ndreqje, për qortim, me pak fjalë, apo jo? Për qortim. Tani, vetë apostulli tha që ne duhet ishim të paqortueshëm. Dhe si ta bënim? Duke mbajtur lart fjalën e jetës, po ta ruash urdhrimet atij ligjit në zemrën tonë, ne çfarë nuk mëkatoj dhe nuk mëkaton. Dhe kështu je i paqortueshëm dhe je i pastër si bie, në këtë rast apo bi të Atit Elohim, pa të meta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, thotë. E shikojmë brezën e padrejtë, sepse ligji është i drejtë, duke vazhduar e shkelur vazhdimisht, në rast që të bësh me padrejtësinë dhe ecjen e çoroditur. Thotë ju nuk do të jeni në atë mes, thotë, por ju do të jeni në këtë mes që çfarë të ndriçoni si pishtarët, thotë. Drita që t'u ndjekin, thotë, kjo botë që është në errësirë, thotë, e padrejtë, e çoroditur, e paudhshme. Ju duhet ta keni fjalën e jetës të mbajtur lart, në mënyrë që ata t'ju shikojnë që në atë mënyrë ju po ndriçoni si pishtar në botë, që thotë pastaj unë të krenohem në atë ditë, që nuk vrapova kohë dhe nuk u mundova kohë, thotë.
kishte fjalën për mësimet, për dishiplizimin, për rritjen frymërore, për këshillin, që mos andaj ata të gëzonin jetën e përjetshme, sepse në të njëjtën kapitull të Timoteos fletë, në para Timoteos 4:13 kur fletë për shkrimin, prap fletë në këtë rast po i fletë apostulli që thotë ki kujdes, thotë duhet të kushtosh vëmendje, thotë leximit të atij shkrimi, thotë leximit të atij shkrimi që ti kishe që nga fëmiria, ja ku kemi në ekran, do t'i kushtosh vëmendje, tha. Jo ta hedhësh, çdo bishë, thotë, të bindje për drejtje, siç e pam pak më përpara, për edukim në drejtësi, lavdjatit. Jo për edukim në palishmëri, siç thotë sot shumë nga besimet e ndryshme. Por thotë kushtoj vëmendje leximit të shkrimit, mos andaj inkurajo, thotë, dhe mësimdhënies të këtij shkrimit, këtë ja po vjen në klapa të ligjit, që ai kishte që nga fëmiria, kujdesu për këto gjëra, kushtoj tërësisht atyre që në këtë mënyrë, thotë, përparimi yt do të jetë i dukshëm në të gjithë. Do dallojnë, thotë, ecjen tënde frymërore, do dallojnë progresin tënd, rritjen tënde, njohjen ndaj Atit në lidhje në marrëdhënie me të sa më ngushtë. Do të jetë i dukshëm nga të gjithë, thotë, do ta dallojnë. Ruaj veten tënde dhe mësimin, qëndron këto gjëra, sepse duke vepruar kështu çfarë? Duke vepruar kështu, duke çfarë? Ishte konteksti duke lexuar shkrimin, sepse mos andaj kur lexojnë urdhrimet e atij ligjit, çdo sabat, siç e bëjmë neve, lavdjatit, dhe presim që ta bëjnë dhe të tjerët, por mos andaj duke dëgjuar, mos andaj fjalën, ligjin e përsosur të Atit, rritet e besimi, thot shkrimi, sepse besimi vjen dhe duke dëgjuar, thot, fjalën, ligjin e përsosur të Atit, premtimet në këtë rast që janë dhëna të urdhrimet atij ligjit, dhe rritet kështu besimi ton. Duhet të rritet besimi tënd, motra, çdo ditë, më shumë se dije, më shumë se para një ore, besoj. Sepse tani ti po, çfarë? Unë po lexoj shkrimin, se ka plot gjëra që po lexojmë prej atij ligjit, lavdjatit, dhe kështu ti po e pranon, në këtë po rritet, aktivizohet zemra tënde në besim për premtimet e jetës së përjetshme për t'i marrë ditën e caktuar. Sepse duke bërë kështu, si tha, do shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Duke vepruar kështu, duke lexuar shkrimin, duke në këtë rast mësuar urdhrimet, dhe çfarë? Nëse neve e bëjmë këtë gjë, do dimë urdhrimet e Atit. Ti do dish urdhrimet e Tija. Dhe kur të vjen momenti, masandaj, që të na kërkohet ne, që është testi i përditshëm për t'i zbatuar, ne nuk do t'i shkelim, sepse nuk duam të çnerojmë dhe blasfemojmë emrin e Atit, sepse duam që të shpëtohemi, se në atë mënyrë si po ndodh që ti po ecën në këtë rast i paqortueshëm dhe i pastër, pa të metë, dhe si rezultat, masandaj gëzon shpëtimin. Dhe këtu kishte fjalën për pastorin që duke bërë ti për veten tënde, tha, do shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë, tha. Dhe unë lutem Atit që të dëgjojnë shumë. Sepse aty ku ti po dëgjon, nuk është një vendi i paligjshmërisë, me festat pagane, me kalendarin Papa Gregori që ka bota, me çdo lloj feste që nuk janë folur në Bibël. Mesia nuk praktikoi gjëra të tilla. Nuk la asnjë datë dhe mënyrë praktike të caktuara në ato gjëra që ti po praktikon. Zgjoju për shpëtimin tënd. Lere atë drejtuesin, Ati merret me të. Shiko, ti po e dëgjon. Nëse ke një zemër, masandaj dërgoja lavdjatit, dërgoja dhe atij drejtuesit tënd dhe thuaj që ta dëgjoj gjë në fund. Sepse me të dëgjuar pak, masandaj, por janë folur ajo harmonia, konsistenca. Shikojmë kontekstin, temën e duhur për çfarë po flasim. Dhe si thamë që kështu mund të jemi në këtë rast të paqortueshëm, pa të meta, si bijtë e Atit, sepse kemi ligjin e Atit dhe e marrim çdo ditë për mësim, ai ligj na bind, nëse kemi shkelur ligj në këtë rast, kemi shkelur urdhrimet e atij ligjit apo jo, kemi mëkatuar themi.
Dhe kështu neve në atë moment ndreqemi. Çfarë do thotë ndreqja? Ndreqja do thotë po ecë një rrugë të gabuar, lavdjatit, dhe masandaj kthehesh në rrugën e drejtë. Dhe neve ndreqemi, hym në atë brazdën, masandaj, mbaj mend kur isha i vogël, por ishin shumë brazda masandaj që mund të mbillnin, por disa brazda ishin jo aq të drejta për shkak të mënyrës se si u bë, por masandaj kishte disa brazda që ishin jashtë kontroll. Por është mira që neve të kemi atë brazdën e drejtë dhe të hymë, sepse shikoj atë ujin pastaj kur vinte për të vaditur, shumë herë kalonte këte uji, dilte, do të vinja atje dhe çfarë do ta mbyllni atë ujin që të qëndronte në brazdën. Dhe çfarë po bëjnë, po e ndreqnje rrjedhën e ujit, që uji të qëndronte në brazdën e mirë dhe kështu u sheshe lavdjatit ajo fara në këtë rast që do të ishte e frutshme. Imagjino që ajo fara jemi neve. Por shumë herë ati mund të heqë ujin fare kur një person nuk do të dije për urdhrimet e tija. Dhe ndodh që pastaj jemi të thatë. Nuk kemi në ato çfarë? Nuk kemi në ato kullotat me barë të njomë. Ati është në gjendje të japi prodhëshmëri, gjallërim, dhe ati ku jetë tani, por ti do të kthesh në urdhrimet e tija, të besosh tek Mesia Jeshua i vërtetë i Izraelit. Jo, masandaj, ai ju anullovi ligjin, tërë ato paligjshmëritë, tërë ato mësime që janë vetëm gënjeshtra, që nuk kanë folur në shkrimin. Ti dëgjon njeriu. Ndërkohë këtu që thot ati ripërtërin shpirtin, lavdimet të tija, ati ripërtërin shpirtin. Okej, një koncept i përgjithshëm, ti du t'jesh dakord me mua. Është një koncept i përgjithshëm. Tani le të shikojmë detajet si ati e ripërtërin shpirtin duke na çuar në shtigjet e drejtësisë. Nga dashuria që ka për emrin e tij. Për shkak të reputacionit të tij, besnikërisë të tij, ati thotë, çfarë? Ripërtërin shpirtin duke na çuar në shtigjet e drejtësisë, por çdo deklaratë që ti mund të bësh nuk ndodh ajo sepse ti e citove apo e shpalle. Le ta shikojmë si ripërtërihet shpirti, lavdijemi të tija. Okej, ja shikojmë së bashku si ripërtërihet shpirti në detaje, prapi njëjti David, në këtë rast i njëjti person që po flet në Psalmin 19. Si e bën ati në detaje? Me anë të ligjit të tija. Sepse ligji i tij është i përsosur, çfarë bën? Ai e ripërtërin shpirtin. Ja ku po shkojmë në detaje, sepse shkrimi interpretohet me shkrimin, me vargje të tjera. Jo, ta them unë, ai më ripërtërin shpirtin sepse ja adhurova pak. Po, okej, po pastaj shpirti prap turret në errësirën sepse shkelim ligjin e tij. Dhe masandaj derisa të vijë ai momenti prap që të ripërtërihet shpirti, domethënë mendja, vullneti, emocionet. Apo jo, ti mund ta dëshmosh në jetën tënde. Sepse ne harrojmë të ecim në ligjin e tij të përsosur, që është në gjendje të ripërtëri shpirtin. Ligji i tij është i vërtetë, bën të urtë njeriu e thjeshtë, të ditur, fjala urtë aty, porositë e atij ligji prap janë të drejta, çfarë? Gëzojnë në zemrën. Urdhërimet atij ligjit janë të pastra. Jo, nuk janë me, janë të renda, janë të njohosura, janë të këqija, thonë besimet ungjillarët apo të tjerët. Ndërkohë ati thotë, çfarë po thua? Thotë, je në rregull? Po ecë në paligjshmëri, thotë, nuk merr ringjallin atë mënyrë. Po ja, unë kam besuar në birin tënd, ti nuk e di? Po, të tërë besojnë që u ringjall në ditën e tretë. Tregoje ecjen tënde, sepse ka vendosur për jetë këtë ligj të përsosur, sepse është karakteri tim, siç unë jam i përsosur. Ndërkohë Mesia tha që ne të jemi të përsosur, siç ati juaj tha është i përsosur, dhe ju duhet të ngulmoni drejt atij. Qëllimi tha. Por si do ta bëjmë neve? Duke ecur me ligjin e tij. Dhe kështu ripërtërihet shpirti, do thotë që transformohet mendja. Jemi në vullnetin e Atit të mirë dhe të përsosur të tija, që është ligji i tij.
Urdhrimet e atij ligjit ndriçojnë në sytë, në hapin sytë e mendjes tonë. Dinim disa gjëra që nuk ishin biblike, ndërkohë kur fillon të praktikosh dhe pranon në zemrën tënde ligjin e tij atë përsosur që Mesia kishte për 31 vjet, fillojnë sytë tënde hapen. Dhe ju mund të dëshmoni motra që në një kapacitet të tillë janë hapur sytë e mendjes. Do thotë që wow, tani e kuptova. Kjo do thotë që të hapen sytë e mendjes, që mendja tani arsyeton, gjykon pastër, sepse janë urdhrimet e atij ligjit që janë të pastra, të shëndosha, që mbeten për jetë. Janë të drejta, të vërteta, më të dëshirueshme se ari, më tepër se ari kulluar, janë më të ëmbla se mjalti që del nga hojet. Dhe çfarë? Dhe secili prej nesh thotë, dhe këtu kishte fjalën për veten e tij, Davidi thotë, shërbëtori yt paralajmërohet prej tyre që të mos i shkelë, thotë, se ndryshe është në mëkat. Dhe në mbajtjen e atyre urdhrimeve të atij ligji të përsosur ka një shpërblim të madh. Ka një shpërblim të madh, që është ringjallja. Zbulesa 22:14 thotë, të njëjtën aspekt, duke mbajtur urdhrimet e atij ligji, ke të drejtën për të hyrë në portat e qytetit për të ngrënë nga pema e jetës. Ja bimër të tillë. U mundova në një farë mënyre të punoj në zemrën tënde. Lutem Atë shpërndaje kudo që e dëgjove, nëse arritë deri këtu, Ati të bekoftë dhe të ndihmoft në rrugën tënde dhe dëgjoj vëllai çfarë po të them. Fillo praktiko me sabatin, me urdhrimet e tjera, ngrënien pastër, shikon në Levitiku 11, ligje për të rirë 14. Ke pyetje, kontakto në Messenger, ndoshta më ke parë në Facebook Live. Për çdo gjë që për momentin nuk e kupton, prandaj flasim, komunikojmë. Lavdijemi të tjerë. Lavdijemi të tjerë. Haleluja. Shalom për ju që më ndoqët. Lavdijemi.